Përshëndetje të mirë dhe mi, përshëndetje këtu që jeni. Kjo energji shumë e forte e hënës së re. Kjo hënë e re na tregon se si duhet të sillemi dhe çfarë duhet të ndajmë nga vetja apo çfarë duhet të përpunojmë me veten tonë. Dua të shikoj disa letra për momentin që të shikojmë se si do në vjet java jon me këtë hënë të re. Po marr 3 letra nga kjo pako. E shkuar, e tashme, e ardhme. Okej, 3 letra. E shkuara është energjia që po vjen nga pas. E tashmja, situata aktuale që ne jemi duke kaluar këto momente, dhe e ardhmja që është drejtimi apo emocionet tona. Vazhdojmë. Kjo është një sekuencë për të gjithë ne, është një parashikim i përgjithshëm, është një sekuencë interesante me sa shikojmë për të gjithë ne, dhe këtu na ka ardhur kalorsi i shpatës, se kështu quhet. E shkuara tregon që ka ndodhur diçka kohët e fundit në jetën tuaj me një shpejtësi shumë të shpejtë dhe këtu shikoj që keni pasur një mendje shumë të mprehtë. Shikoj që keni qenë dhe impulsiv dhe agresiv në të dyja gjërat. Mund të ketë qenë një periudhë ku ke qenë shumë direkt me njerëzit, me komunikimin, në punë, ke folur dhe ke marrë vendime pa filter, pa mbuluar veten tënde apo pa manipuluar veten tënde. Me sa shikoj unë këtu, shikoj që disa nga ju ka pasur një marrëdhënie me konflikte, një marrëdhënie me të zënë, ose ka përjetuar dikë që ka qenë kështu, ose keni përjetuar sulmime nga të tjerët dhe ke mbrojtur veten tënde duke pasur dhe disa debate që kanë qenë debate intensive ose ndryshime të papritura në jetën tuaj. Me sa shikoj këtu, shikoj që je shumë i lodhur. Shikoj që këtë moment ti ke një energji ke një energji që është duhet ta marrësh veten në konsiderat, sepse është një emocion që po krijon turbullira ose tension në këtë marrëdhënie që mund të kesh apo në këtë që po kalon aktualisht me princin e shkopinjve. Letra e dytë më tregon imperiorin e tashmja ku jemi aktualisht ditën e sotme, tregon një moment që po merrni kontrollin në jetën tuaj, po merrni autoritet dhe një fuqi të brendshme. Me sa shikoj kërkoni disiplinë dhe po krijon një strukturë shumë të fortë dhe i ke gjërat e qarta me veten tënde. Me sa shikoj kjo javë, shikoj që do mbrosh territorin tënd. Do kesh një fuqi atërore, do kesh një fuqi lideri dhe do vendosësh rregulla që të mbrojnë territorin tënd. Por pasi të kaloj gjithë kjo shpejtësi, që kemi 2 letra aktualisht, shikoj që do kaloj ky kaos, ky problem, ky konflikt, dhe aktualisht do të ndërtosh stabilitetin. Me sa shikojmë këtu, shikojmë që imperiori krijon dhe organizon të vendosësh limite në jetën tënde, në shtëpi, në rutinat e përditshme, në marrëdhëniet e tua, por duhet të marrësh përgjegjësi serioze, sepse është një letër që tregon seriozitet. Por ashtu të kërkon dhe një punë shumë nga ana jote për të treguar në një sfond logjik siguri që ti kërkon. Me sa shikojmë këtu, shikojmë që kemi emocione të tepërta, por gjithashtu do të thoshe që mund të ndiheni pak të ngurtë këto ditët në vazhdim, por kjo është sepse ti ke nevojë për kontroll dhe kjo hënë e re të bën që të kontrollosh më shumë nevojat e tua të momentit, çfarë je duke përjetuar për momentin. Vem te letra e tretë, 6 të shpatat. 6 të shpatat na tregon të ardhmen tuaj. Do me thonë, për një kohë të gjatë keni qenë të bllokuar dhe kjo është një javë intensive, një javë që do të ecësh përpara. Ke debate, ke vendime të shpejta, por këto vendime tregojnë që ti tani duhet t'i kalosh dhe ta lësh atë modelin tënd të vjetër. Me sa pam 6 të shpatat këtu më tregojnë që ti duhet t'i kalosh këto turbullirat që ke aktualisht. Por je drejt një faze më paqësore, je në një faze që nuk do më probleme, nuk do më je drejt shërimit, je drejt asaj që ke kërkuar të ndodh. Shumica në ju ndihen të lodhura. Prandaj, këtu po flasim për një energji shumë të fortë të 6 shpatave që tregon pasi ke qenë një bllokuar për një kohë të gjatë, e lodhur, e mërzitur, ti ke marrë mësimin tënd. Dhe kjo është fitoria më e madhe që po të bën ky moment një tranzicion të qetë, por gjithashtu po të jetë mësime. Çfarë tregojnë 6 shpatat? 6 shpatat na tregojnë në këtë varg që ti po shkon drejt diçkaje më të mirë. Është sikur të ke lënë gjithë stuhit, gjithë dhimbjet, gjithë
lodhje dhe jetë duke ecur drejt një bregu të ri. Çfarë të thon ty për këtë javë këto 3 letra që odhi në netarua këtu? Kjo është një javë që ka filluar plot energji pozitive, intensive nga e shkuara, por gjithashtu debatet, vendimet e shpejta, mendimet e mprekta, sepse imperiori është ai që po e merr kontrollin në dorë. Vendos rregulla për veten tënde dhe krijo struktura të forta në jetë. Gjithashtu shikoj që këto struktura janë planet e tua ditore, janë planet e tua që duhet të vësh kufi me njerëzit. Fokuso te puna, te shëndeti, mos e kthe kokën më mbrapa. Lëre impulsivitetin me kalorsin e shpatës. Me sa shikojmë këtu, shikojmë që ti aktualisht do kalosh një fazë të lehtë, por do jetë dhe eqet gjithashtu. Mos u shqetëso shumë. Kjo javë mund të ketë qenë pak e tensionuar në fillim, por ecën drejt largimit nga ajo peshë. Këshilla ime për këtë javë është: bëj plane konkrete, lista, orare, çdo gjë të jetë saktë. Imperiori do të vlerësoj fuqinë dhe zgjuarsinë që ke. Gjithashtu, lejoje veten tënde të lëvizësh drejt diçkaje shumë të bukur në të ardhmen. Çdo gjë do të vijë gradualisht. Asnjëherë nuk vjen me shpejt. Por merr pushim, shëtit pak dhe ule atë ndjesinë e energjive, do të thënë të 6 shpatës. Ti tani do ecësh përpara. Nëse ti ke diçka në një pyetje më specifike drejt kësaj, të shohim gjatë javës se si thon energjit. Gjithsesi, në lidhje me dashurinë, me 6 shpatat, me kalorsin e shpatës dhe me imperiorin, shikoj që kjo javë në lidhje me dashurinë do ketë tensione, do ketë impulsivitete dhe çdo gjë do vinë dhe shumë debate të forta këtë javë. Fjalët të mprekta, vendime të shpejta që nuk do keni kohë të mendoni, po çfarë do të vinë, mendja do ta nxjerrin nga goja. Do jeni shumë të drejtë për drejtë në mënyrën e komunikimit, por gjithashtu do jeni dhe shumë agresiv këtë javë. Do t'u thosha që bëni kujdes. Duhet jeni pa filtra. Okej, sepse këtu shikoj që agresivitet në komunikim. Shikoj që çdo gjë duhet jetë me argument. Çdo gjë do të vijë sepse ti ke diçka urgjente brenda vetes sënde, ke diçka që është shumë e shpejtë dhe është duke filluar një pasion. Është diçka që duhet të përqendrohesh te shpejtësia, tek thellësia, sepse këto janë stuhi mendore. Okej, këto vijnë shumë shpejt, se është kalorsi i shpatës. Unë nuk kam thënë gjithmonë. Ne në dashuri duhet të bëjmë kujdes. Pse po e themi këtë gjë? Sepse imperiori në të tashmen, në sot që jemi, duhet të marrë kontrollin e duar, duhet të strukturoni jetën tuaj emocionale. Imperiori tregon gjithashtu që është një mashkull strukturor, vendos kufi të qartë dhe rregulla, por gjithashtu dhe standardet e tij janë në jetë. Mos vendosni limite të forta, por pranoni ato që janë, pa drama, pa ulëritje, pa bërtitje. Duhet të tregoni respekt, duhet të tregoni dhe t'i thuash vetes që nuk pranoj më drama, por dua respekt dhe stabilitet në jetën time. Mund të jesh duke qenë e matur, e logjikshme, po me sa shikojmë duhet të tregohesh pak e ftohtë emocionalisht për të mbrojtur veten nga çfarë ka ndodhur më përpara. Gjithashtu, do të thosha që nëse jeni një marrëdhënie, mund të jetë duke krijuar një strukturë, një plan për të ardhmen, por gjithashtu shikoj që do vini kufi me partnerin tuaj, sepse je duke bërë rolin e liderit, por duke stabilizuar gjërat. Nëse je single, vendos standarde të larta në jetën tënde, atë që ti pranon, por gjithashtu krijo në qoftë se ti nuk je gatshme për lidhje impulsive, lërje nga Marsi tutje për një lidhje dhe për një njohje të re, por kërko diçka solide të sigurt për autoritet reciprok. Gjithashtu me 6 shpatat do të thoshe që e ardhme juaj është një kalim drejt paqes dhe shërimit shpirtëror, po kalon çdo turbullir në dashuri. Shikoj që zakonisht kjo letë na tregon po lëviz drejt fazës së re emocionale për të kaluar konfliktet dhe për të zbehur gradualisht çfarë ty po të mundon. Gjithashtu do të thosha nëse jeni në një lidhje, këtë moment duhet të largohesh bashkë me probleme dhe më saktë të bësh pushim. Nuk është momenti të zhvendosësh fokusin në diçka tjetër, por duhet të jesh në harmoni me njëri tjetrin. Ju që jeni single, tregon se plagët e vjetra tregojnë bagazhet emocionale, po gjithashtu dhe drejt mundësive të reja. Duhet të jesh i qetë. Duhet ta shijosh lidhjen e re që do të vijë në pas Marsit e tutje. Ju uroj netarua gjithë të mirat. Më vjen keq që nuk mund ta zgjasi dot më, po aq kohë kemi. Më duket se në fillim të parashikimit bëra një gabim tek letra e parë. Është princi i shpatës, jo kalorsi i shkopinjve. Është kalorsi i shpatës. Ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mirat.